أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vazhdojmë me dersin ku e kishim lanë te Hazreti Musa, apo pejgamberi alayhi salatu wassalam e bani njerë Isra'n, pastaj e mori buraku atë. Filloi Mi'raji, i kalum ato katet e qiejve, në çdo kat u përmendën me cilët pejgamber është zatek i dashur jon sallallahu alaihi wasallam, e tash do vije puna me Hazreti Musën që u taku. Do me thane të regum se në katin e 7 me Hazreti Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe bashkë me Hazreti Ibrahimin hyshin edhe 70.000 me lajqe qerë që nuk vinte puna të bëjnë një rrotullim të plot të Bejtil Ma'muri, shkaku i madhështisë së atij vendit. E tash inshallah do vazhdojmë. Ma pasi Dretul Munteha ne ka ploj një nuri madh, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, askushi nuk mund ta përshkruaje sa pamje e bukur u bë aty, dhe aty Allahu Teala më dha vahi dhe më duket që këtu e kishim lënë se vjen tema më e rëndësishme, dhurata më e madhe për ne muslimanët, që një profesor në Turqi, profesor i fesë islame xhamat, pensioner, apo edhe vdiq, flas për ato në Turqi që mos preket dëkushi këtu, ama inshallah nuk vjen ajo rrymë edhe këtu, tha, belaja më e madhe mbaj muslimant është namazi. Bela i tha namazit be xhamat. Gji kuptojnë ju për fjalës bela? Bela diçka negative, apo? Ma pa u mundu t'i hike, tha, po që arabisht i vajnë sprofe ku e diçka, ama i që i vajnë ajo? Njerë e mati pulsin e shoqënisë islame në Turqi. A jon këto hazët për me u bot qafira, apo jo? E pa të reagime, me një rikfert. Jo. Gjdo herë dë kjetë që kësi tentativash. Edhe të ne mund ndodhin, edhin, ta lishon një laf për dëni ibadet të rëndësishëm në islam, që t'i shofe reagimet. Ha, kur i shef se janë muslimant dhe për darsma, muslimant mbas punet dinjas, nuk thom se mu punoj, mama, edhin, ditën atë dert, paren, rogën, qëtitmen, atër fillojnë ma shumë ti përhapin këto muhabetit. Tamam. Këto janë ato provat e para, ta shojmë. E lishon njëse, ta shojmë, sa dhe reagojnë, që si pas asaj ma pa ta hipin dozën. Ose nëse duhet kamuflojmë edhe pak disa vite shtiremi si musliman, ama ndër të pik e lishojnë helmin. Ati nuk ju bon nasip se vdiq. Vdiq. E një musliman bile nuk i shkojnë gjenaze. Një musliman nuk i shkojnë gjenaze. Loj njerës, politikan, nuk i nënçmoj, ama adin një musliman pi xhamie me tërlek, një haxhi, një plak, një hoxh, një imam. Ja. Zyrtari shaban gjenazën e naj për të merë. Nëse du ma shtu të përfundojmë nga kjo botë, shkojmë me një botë pa fundshme, e në askushi më në përmende me një fatiha, bujru në atër t'i krujmë këto tema. I njëti person e mohon edhe Mirajin, zatëm piktu filon, për qatë dojsha që këtë pjesë të fundit, Miraj, pse ngucen njerëzit me Mirajin, se aty është dhurata më e madhe për ne musliman. Bëjmë bare tash para juve të flasim apo për namazin, se ju mo elhamdulillah, ani une e vërej gjemat, oni se nuk jo me vlia, vërehet, vallajnë ftyra tuja vërehet se nuk jeni klasa e parë. Vërehet, api sjelljeve, api ardhje serioze nderse, api muhabeteve, api bisedave. A ka dënjoni problem këto ende me namazin? E në me pat më kalzoj, hoxho unë së ne fale qindaj, që tra më bajem qefta, se ta po nuk bon. Ama besoj se, ashtu shpresoj dhe besoj mo as njoni për këtu s'ka problem me namazin. E tash pejgamberi alayhi salatu wasalam na të regon se që aty, në takim me Zotin Gjelle Gjelaluhu, Allahu Teala mu bëni do vahje që mi bëni. Dhe aty çka ndodhi? Farada aleje 50 salaten, fi kulli jomin ve lejletin. Mi bëni farz 50 namaze. Fenezeltu ila Musa, pastaj zbrita te posh kur themi, jo se Zoti ka qenë nalt, po Sidretul Muntehaja ka qenë nalt, Hazreti Musa 2 kate ma posh, apo. Zoti nuk ishte nalt. Bile tash
Dhe lexojmë Molla Ali El-Qari çka thot. Vazhdova të shkoj me Zotit e në Hazreti Musës. Shkoj në dvi, thot pejgamberi. Këto si di kuptojmë. Qatë që thomë, ju nuk jeni ato klasat e para që pikë sajt kuptojni se njën që gjë Zotit ma përda të Hazreti Musa, shkova prap të Zotit, estakfirullah, el-azim, estakfirullah. Mirë. Dhe zbrita të Hazreti Musa, më tha, çka të bani farë Zotë jotë për umetin tëndë? I thash, 50 namaze. T'ju kujtohet ai që mati edhe një puls tjetër. Ku 50 namaze në ditë nuk brinë qash dakika për me falë 50 namaze. Bre, gjafiri, bre. Po, 50 namaze në ditë, tha Hazreti Musa, ktheu te Zoti yt, yani kthehu do thot, bëni dua Zotit tënd. Ktheu me shpirt, me zemër, me njet prap te Zoti jot. E tash neve mund kështu ta imagjinojmë këtë bisedë. Unë tash me hoxhën bisedoj dhe na vin deri këtu me do muhabete, tu i fol që këto tema se na sulmojnë fenë islame, ne themi haj kthehemi te Zoti pak. Ti falim një 2 rekat namaz. Ose këtë fjalë të njëjtë përdorim e ktheuve te Zoti. Yani hajde mon xhami fal namaz, lini këto kafe të këqija. Këto shprehje i përdorim edhe neve. E mos kuptojmë për këtu, erë të poshtë e Hazreti Musa, shkoj tërma, erë të poshtë, se Zoti Gjelle Gjelaluhu nuk ka vend, nuk ka hapësirë. Tamam, ju lutem këtë ta kemi qartë, deri sa të vdesim. I qindim promashe, fale 27 reqat i qindim, ama që këtë gabim mos e ban. Atë reqat që dhe ngatrysht e i qindia dhe e falish kaza edhe njerat, ama të lutem në akide, mos gabo se s'ka kaza. Në akide nuk ka kaza. Rallë dhe kujt i bëhet nasip. Rallë dhe kujt i bëhet nasip. Duhet i është robi dashur i Allahit, po të ta bëhet nasip të kthesh nga akidja e devijuar në akide të shëndosh. I tha Hazreti Musa, ktheu te Zoti lutu të ti paksoje, të ta bëje ma hafif, sepse umet jot nuk dhe kien takat ti falim 50 vakët namaze. Su ne fali uro sa bajnë punjo, që s'ka takat njeri, apo? Në thojza këtë e thonë. Fejni qad beleutu beni Israel fe khabertuhum, sepse unë i kam sprovu, do me thënë unë e kam përjetu, e kam një përvoj me benu Israelet, edhe qashtu dhash haber ty, do me thënë, haberin e aty në të jap ty. Thot, pejgamberi a.s. Ktheva te Zoti jem, thot imam Neveviu rahimahullahu ta'ala, mos e keq kuptojsh këtë, ktheva te Zoti jem, si kur pe poshtë prap u kthye nalt. Kjo do të thot me u kthye me zemër, sa me ju lut Zotit, apo me u kthy prap te ai vendi në Sidretul Munteha, ku boni një qesi neve që falim namaz e bisedojmë me Zotin, aty te Sidretul Muntehaja që e kishtë caktuat vend Allahu Gjelle Gjelalu, që të fole pejgamberi a.s. me Zotin. Një lloj si Hazreti Musa që i tha, shko te qajo fusha, te qajo pema, që aty dë folish me Zotin. A mund themi se te qaj druni që a gjë është Zoti? Si li besojmë në Allahu Gjelle Gjelalu. Ska vend, ska kufi, ska mot. Një njeri që thot Zoti është nalt, atër letëm përgjigjet sa vjeçar është Allahu Gjelle Gjelalu, estakfirullah, hasha ve kella. Shif sa keq t'inglon, sa vjeti ka Allahu. Pse? Vjet mund kemi neve që na kalun vitet. A se lexove një emalitaj, Hoxha Efendi, wala jem dhjale dejani vaktun, nuk i kalon Allahu Teala vakët, po këtë e kuptojsh. E po, as pozit e as vend thot në vazhdim. E në te imam Tahaviu ashtu thot, vend kufi Allahu Teala nuk mund të kijet. Për qatë momentin kur thujsh Zoti është nalt, japish mundësi se mund t'jetën e poshtë. Vesh me lexu pak libra të akides dhe e kuptojmë këtë. Me mësu fen islamin nga Instagramin, nga TikToku, dhe ngjysh një host qetër, te mund kjetë që këtu për para dhe dyshesh nga une. Ate nuk e dish ai qetëri pi ku flet. Nuk e dish ku është ai, nuk e dish kush është ai, nuk e dish edhe ndoshta ku ka mësua, ka studiu apo s'ka studiu hiç. Te vesh mu që këtu në kje për dit, e në pikë tu dalish, me një video në TikTok devjojsh. Te ja musliman, i te ja bur, i ja gjie, a i menqëm te. A ju i si vend, ta kjesh babën gjithë din në shpi, njënin TikTok thua se e te nuk je gjali ati, dyshojsh. Kjo bile është ma pak se sa dyshojsh nga hoxha që e ke që këtu përba. Pak të në që i ka që këto libra që te. Hoxhallarët, pse vinë hoxhallarët? Vallaj bilaj nuk kanë nevoj. Ma mirë se unë i din që këto temat e Israsen e Mirajit.
Shifa i Sherifin, e në arabisht e lexojnë më mirë se unë. Ha, pse vinë? Se kanë mall për këto tema. Hajde më shiqyr folen që këto tema. Folen në hoç që e përmend Mulla Mahmutin me dashni, apo hoxhallarët e vjetër, apo që këto kitapet e vjetra. Halebi Sagir nuk than hoxhallarët që 100 vjet gjajti. Halebi Sagir nuk than. Halebi Sagirin e kanë hangër për zgjalli ato hoxhallar. Halebi Sagiri është për librave më të shfletuara. Ato kur na bin dorë zakonisht janë më traskapitura kështu, çpartalluara. Pse? Për ditë ka shfletu njeri. Hoxha jem Istanbul, Mahmud Efendia ka thënë, vit 2 herë e bëj hatme, se ashtu thoshte hoxha jem, vjet 2 herë dhe e bëj hatme. Këtë ma tregon një hoxha Efendi nga, ku ishim? Në Ramazan të hoxha Ahmet kur shkun këtau ku ishte, calin këta unë të ishte? Në vend këtau, Çegran. A ishte Çegran atë nga Çegranit, në Forajn? A ishim Forajna në Çegran? Po, te xhamia në Forin ishim. A i hoxha Efendi aty e plaku, gjall i një hoxha Efendi së math qenë ka në Forin, a i si thoshte, babem kam su të Hafidh Xhemil Efendaja i Tetovës. Hafidh Xhemil Efendaja këshau i thoshte, e ndoshta s'din të turqe, ama fjallet e Hafidh Xhemil Efendi si ka bo përmendesh. Se ne dejqi qerek hat me derëm. Hafidh Xhemil Efendi i Tetovës. Vjet 2 herë e bëj hat me Halebi Sagirin. Për qatë vinë këto xhallar, ajbe pak, një erë ven ka Hafidh Xhemil Efendia. Elhamdulillah, me hoxhallarët Halebi Sagirin mund të dhe ta lexojmë. E ne lexojmë elhamdulillah, e ne referojmë ati kitapi. Hoxha gjie të fol, e jom të fol e në unda që. E hoxha ban TikTok të me bo TikTok njën sot. Ha? Ku shkoj? Nuk dhe bëjshim hesape, atë në bëjsh dhe një lirim anë për një vetur. Ja pëkut që dhe një vetur ma të shtenë. Me 2 video në TikTok. Ujt, a u vrave lëq. Një hoqë ashtu tha, shumë kolaj është, ditë e natë lexojmë libra, mbajmë derse, edhe nuk marrim pare nga videot, vetëm ju të përfitoni, gjinafit ndoshta i ka ardhur 15.000 vjusa. Ku unë ti kem 15.000? E far çallam i bëj. Zdurohen pi qibrit. Ati gjinafit nuk e ka pëlqy 15.000 vjusa. Thot, me hap tash një pjesë të trupit që këtu mbas, e kuptut ku, me incizuat, po su bon 2 milion vjusa, s'di qka thonë. E po tash, a duhet bim në atë nivel t'i hapim do pjesë të trupit, pa t'u vej interesant një hoxha Efendi. E do gjeste që bëhen në internet janë ma beter se që ajo. Ma beter se ajo. Thuish hoxhallarët e vjetër s'kajnë dit, mama e ti kishe hap do pjesë të trupit, barem dë qeshim. Këshu, të mendojnë se je shumë serios, më vetëm ne hoxhallarët, qeshim këndi. Qeshim këndi. Nejse, a bon vazhdojmë me temën? Do me thanë, 50 vakte namaze nuk dhe kjen takat. U ktheva te Zoti im dhe i thash, ja Rabbi, khafif an ummeti, lecoja ummetit tem. Dhe Allahu Taala mi uli 5 kohë të namazit. U takova prap me Hazreti Musën. I tregova se Allahu Xhelle Xhelalu mi zbreti 5 namaze. Tha, as këtë nuk dhe kem fuqi ta bëjnë. Ktheu prap lutju Zotit tënd për të ta lehtësuar. Thash, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, vazhdimisht që u ktheva mes Hazreti Musës dhe Zotit Xhelle Xhelalu. Çka do thot? Ktu me Hazreti Musën bisedova, shkova në Sidretul Muntaha, aty neve me namaz për e krahasojmë, aty bisedova me Zotin Xhelle Xhelalu, bilat të shpi, wala të mësil, as nuk japim form, as nuk japim logjik, shu, andej, këndej, para mbas. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e din si ka bisedu me Zotin Xhelle Xhelaluhu. Vazhdimisht që kështu ndodhi, derisa prapu zateka me Hazreti Musën, më tha, ja Muhammed, derisa Allahu Xhelle Xhelalu më tha, mfal, ja Muhammed, këto janë 5 namaze, çdo ditë e çdo natë. Mirë po për çdo namaz do t'jap 10 sevape. Sa u bo me sevape? Prap 50 u bo. Çfarë Allahu kije? E ne kërkoj zbritje, e ne sevapin ta qunsi me i fal 50. Allahu është kësi Allahi. Dhe këtu thot Molla Ali Al-Qari, pi këtu është argumenti që thot, ose si hadith vjen, ose ulemat ka në thanë, e ne kjo nuk o gabim. Sebe hoxha pejgamberi ka thënë, a ulemat, që lijet e mos u përzin ato tema, të i shef puno me halal, mos të përzije ty harami në buk, ti qatë e kje fars. A është hadith, a kanë thënë ulemat, tabinët, sahabët atë, ne dhe e shqyrtëm. Asë une nuk duhet të shqyrtëm, mjafton që këtë qetha. Ka artë në khaber, ka artë në ether, dhe thome në shpëtoj unë e pi përgjithsis.
Tamam. Men kanë lillah, kanë Allahu leh. Kush është për Allahun edhe Allahu Teala është për atë. Shef, taj me zemër, a je I gatshëm ti falish 50 namaze? Ja Rasulullah, ai thot po, se unis, herën e parë unis me 50. Than ishte I gatshëm për Zotin. Ama për ummetin e tij, hatri ummetit më I vije vështirë, pejgamberi alayhis salatu wasalam kërkoi zbritje. Allahu Teala ja plotsoi dëshirën. Ti a je I gatshëm për mua, që edhe unë do jem për ty. Fali 5, ti shkruaj se vapet si me fal 50 dhe kjo vlen edhe për mua e për ty. Do dalim botën tjetër në ditë 50 vakte namaz, se vapi. Si ta kuptojmë këtë? Ne si peshë të sevapeve kur do maten, kur do kemi zort për veprat tona se në ditë miliona gjunafe bëjmë, e çashtu do peshojnë këndej, se te do thush me 5 vakte namaze, si do peshoje kjo këndej hoxha? E para mendoj që s'fal namaz, çka është hup? Çka është hup o xhamat? Për çat ju lutem, e vallahi ju du kshu. Te parës ishte në vllau në vizit. Nuk ju dalloj për vllajt tem. Këtë e thom me gjithë sinqeritet, shumë me muçel që këtu zemra, vallahi billajt një të nxaj kam. Ha vllai në shtëpi, ha juve. Aman mos e lam jetën pa namaz. 5 vakët namaz, gjithaj miraç ndodhi për menar që ky namaz. Nëse ne hala do mendojmë, a do fali unë namaz, ajo, të bëhet problem. Done dikon pa pastra, që këtë ma bëjnë rinia, subhanallah. Se di Arabi së një nënshmojmë se në ne kemi kontri, nuk jam I gatshëm, I pa pastor, mote, diçka do thot, done ti kjesht pa pastra, për mos me pas namaz. Në fan shprehje, duhet sani 5 dinar të kjesht nevojt madhe ndone, ose nevojt vogël. E po kësaj në fan një shprehje I thunë, pshaur shumë done I atër. Këtë jenë gjendje ta pranojsh të thunë, shumë namaz mos falish. Le beloçk, thia kamët shejtanit, merr abdes 1 minutë e gjys, fale farzin 4 minuta, 5 minuta e gjys, e një gjysëm dakike një dua e bësh 6 minuta, I fitojsh 50 vakte në ditë se vap. Ha ju lutem o këtë hesap, e në me hesap e më shkoje, vetë se na ka thënë Allah I duhet ta fali. Këto hesapet I bëjmë për motivim. Ja Rasul Allah, këto janë 5 kohë të namazit, se vapin dja për çdo namaz 10 herë. Gjithsej dhe I kiesh 50 namaze. Ulemat kanë fol. Ne pe ulemave të mëdhe Imam Delgjiu thot, kur e kërkoi këtë lutje pejgamberi alayhis salatu wasalam nga Zoti, si do e kuptojmë? Si I ka thënë, ja Rabbi, a mundet ves, takfirullah, kjo diçka do thot xhamat. Unë me e krahasu me hoxhën tem. Për hoxha im ka thënë, ti thuj hoxhës, çka të got piktu, që këtu ta çoje. Po në leto kjo. Për pejgamberin, Allah im ka thënë 50 milion nëse duhet. Unë jam robi Allahut. Unë jam talebja I hoxhës. Hoxha më ka thënë nise dhe bëj për 2 dakika muhabetin si ja bëj. Unë kështu e krahasoj me hoxhën, para mendojnë për Allahun sa duhet jemi të gatshëm. E tash hoxha të më those, a mund e therish hoxhën me se kjo gota shumë e rëndë, ma bëj edhe një gotë çaj pak më të vogël. Si ta theri unë shtoj hoxhën në telefon, hoxha, ki unë I besova shoqi jem, ki qenë ka kërkon një gotë më të lehtë. Si të ndihesh te pejgamberi alayhis salatu wasalam. Imam Delgjia thot, pi turpit math, mo ma marrin ftyrën këto. Mo më korritin këto para Allahut xhelle xhelalu. Turp, vajnë bare, ja Rabbi. Vajnë bare, jo për mu. Vajnë bare këto kur të dalin në botën tjetër. Se kanë qua manetin në vend. E nëse e quajmë, 50 vakte nuk fali. 50 vakte nuk fali. E në qëto vakte që I falim, I hikim dhe një sunnet. Një sunnet në ditë sot saglom se ke fali. Të garantoj. Pika e dish be hoxha, si hoxha që ashtu xhamati ka I thënë, hiq. Turkët ka I thënë hoxha nëse se ka fëmijë tash më përdorin fjalë. Hoxha nëse nxjerr gazra të ku e di çka uara pimbas, s'di të foljen e latinisht, a ka doktori, a ka dëni shprehje për ato gaznat mbas? Shqip që I themi me P. Hajde ku doktori se shu. Si I thonë një gaz nese. Me zonë që është me P, pa zonë me F, e kuptut. Nëse hoxha e bon atë, xhamati e bon halisat madhe. Pasat Allahu gjithve na fal, Allahu na zgjodh nga ky gjumë I gafletit. Në tefsirin ato kalon. Allahu Teala ja mësoi Hazreti Ademit këtë gjërat, në ato gjëra hyn edhe fisue. Fisue, shif, arabisht ka do shprehje që zhurma asaj veprës përputhet me ndërtimin e shkronjave.
Fisue. Gji mund t'i vaj xhamat fisue. Ajo qetra, dart. Kalon kjo në tefsir, po. E kanë thënë, bejti, darti. Shpaja jem, darti jem. Dhe me kësëm përzi është unë shpejte me gjibëj. Idiome kanë përdorë për këtë. Ndërsa, Molla Ali El-Qari thot, nuk ka qenë bash nga turpi, se nga turpi për qerët, nuk i glipet Allahu Teala me zdru diçka. Kje qëllon një aspekt qetër e shikon Molla Ali El-Qari. Po thot, nga mërhameti dhe nga mëshira e madhe, se ka ditë që ummeti i tij do jenë shumë të dobët. Do ketë të dobët nga ummeti i tij, apo. E nësën do falin namaz. Nëse është e këto. Bo, 20 minuta bile tepër bonën sabër. Ama, mirë është trim tash qetë, derisa të baroj e dersi, ma pa lali duqoj, e në akullore do hajni, e në hamburger, që kitë va boj, rejni ra. Veçën e një 20 minuta do prejtni, mos folni ju lutem, ani? Po, do me thënë, këshu dhe para fityrojmë atë lutje që e ka bo pejgamberi a.s. Ja, Rabi, nga mëshira, janë dobët, a mund dva ulish këtë. Dhe thot pejgamberi a.s. thënë, këtë e mora si dhurat nga Miraxhi, po qetër çka ka marrë edhe çkët. Kjo nuk o shumë ma poshtë se namazi. Namazi është farzi kryesor, shtylla e imanit, ama që atë i pari, vjen një mysh dhe shumë e madhe. E keni ngju këtë në përderse, ama ndoshta e kemi harru. Çka mund të jetë? Që vjen tash. Wa men hemme bi hasenetin, felem ya'melha, kutibet lehu hasene. Kush e bon njet, hem, e lodh zemrën, e përgatit zemrën, dhe boj një vepër të mirë, mirë po sën e vepron atë. I thire shokët në restoran, di që rasish, doli një dashamir, të pa aty, hoxho që nga unë e sot së është gjuma, ta muri se vapin. Ama neve si jemi, gëzohemi për këtë. Njëherë nuk jam mërzit. Pse e be? Ani se shtiremi kështu. Pas kish nevaj. Pse a këndi shqyqir trau ku shpëtova një 2.000 dinar. Uasej, se vap është be. Se vap. Uajn amileha kutibet leu ashran. Ta kisha bo une që këtë të qerasur 10 se vape. Do me thanë, 2.000 dinar kom pagujt aty të cekin që i themi neve, 20.000 dinar të ashun Allahu Teala se vapin. 20.000 dinar të ashun se vapin. A edhe i qetëri që e pagujt i prap të ashkru, një se vapin. Mjafton që e ke pas njetin aty. Unë se në ders të visht u prish vetura. Allah i ta din njetin, qka do që të kish dal për para, ti do kish e ardh. Vetura u prish, sën erdhe. Allah u ta shkrujti se kja arqit. Dë përfitojsh për ati dersi. Ama me një kush, duhet shkujsh në shpit, ta njojsh mapa, ne. Këshon pin havasën përfitojsh. Ama mirë përfitojt këtu. Hiq, mos ju mashtroje shejtani. Më fejtni në mu pas të njëna me këtë YouTube-in që e përdorim. YouTube-in e përdorim për dashamirët në Zvicër, Gjermani, Australi, Amerik, Francë, të përmendje ndo shtete qera, pe kitve kom selame. Shef, nuk e thom këtë për metaforë, kësha. Amerikën, nuk, halis Amerikë. Do me tha njeri dhe e shikoje World Cup-in, kur dhe soset një lojt të njojnë i ders. Në kupton? Ma pa dëftofet pak dhe thos e lojnë qeter nuk e shikoj, ma pa kur di vajdu një loj halis shumë e fort, atë dhe shikoje. Ma pa dhe njojnë i ders qeter, pinë Amerika gje. Pinë Amerikë. I ngatrojmë sahatet dë njerë, unë kurëm teket i shkruj, haroj se a gjithë 3 sabajt, nështë a 4 i mëngjezit. Allahu gjithë ish përvlef që i njojnë që këto derse seriosisht, se më mbajnë gjallë që këtë njetë. Bojnë sebeb, 10 fisht fitoj se vape nga që këtë ders. Tash vazhdon pjesa qetër e myshdes, kjo ma te për vlem për neve. Uamen hem me bise jetin, kush bën njetë ta bëjë një gjunaf, i shkoj ndërmend. Gjuna matë math, nuk shkojnë ders. Nuk shkojnë ders. Shohim tash njerës që nuk vinë derse. Ateist. Ma behoxo me jep kosës, vallaj ateist, billahi ateist. Derse ka ardhë. Pse? E mirë të këshu si rekreacion këtë punën e dersit. Ani bes, e ne mund të shkoj, e ne mund të mund. E ne mund të mësoj fejnë islame, e ne mund të mësoj fejnë islame i ven kjo.
Për çato që ma bojmë ndonjëri i vështirë unë, ma bëjni halal, e kanë marrë seriozisht, Hoxha Efendia zëtë nuk vlen për atë asnjëherë. 8:29 pshilet dera e kështu me radhë, ato i thash për kështu, edhe ta kuptojmë vlerën e dersit. Tamam puna, va mbajmë derën mshel, e thëm hiqni perdet. Nuk dem çefim ne këtë veprim të mirë se u vonu njëri një dakik, ama për me vahekat helm pim brenda. Nuk vjet vonë në ders. Nuk vjet vonë në ders. Allah ma pa mund të ta marrë atë bereqet. E një qëfar zemre kërkon kjo, 25 minuta janë bo, gjunafet pale sa u duket një satë e gjysë. Rënt është njësh këtë vakët 50 dakika ders. Se u mësum neve me TikToka ka 30 sekonda. U mësum me Instagrama 1 minutë e gjysë. E në u mësum me efekte me ngjyra, me halala, me hululuk. Këtu vesh njëni flet, libri për para, që këshu e mbajti dersin Ebu Bekri radiallahu anh. Që këshu Ebu Hurera mbajti ders. Që këshu Ebu Hanifja mbajti ders. Gjithë vëjtash. A në unet nejsi ti qeli do pjesë, stakfirullah. Për qatë që 2 derse dal me gjibën, me jelek, 4 here jo më blua, po, helbet më qile do një pjesë. Me ma pa 10 milion vjusa. Tamam. E thom këtë për me jadit vlerën dersit. Ju lutem as njerë në zemër mos ju ulet që kjo vlerë e dersit. Këtë dhe kuptojmë duket vesh kur dhe vaj fryma e fundit. Kur dhe vaj fryma e fundit, atëherë Allahu Teala na shpërblet për çka sabër që kena. Që edhe në jetën tonë na shpërblen. Këtë që këto të mira që i përjetojmë fe islame, që marrësh guximin darsmën ta bësh si një musliman, ta dish se pi dersit e kije. Mund t'i bësh ball babit tënd. Kush mund t'i bëjë sot ball babit? Nuk duhet t'i bësh ball se apo nuk duhet t'i dalish kundër babit tënd. Ama donjëherë apo ai mund trishese apo. Në të thosë na ku ne du këshau. Babin e bindish kcen ajo qetra. Unë e do kësham. Te bol këtë e binda, këci tash kjo. E qëfar sabri do në kjo, be? Atë sabër e fitosh vetëm me që këto derse. Gjdo javë. E në e cilan gjenë dhe qëpëtoje. Dhe të vejgjina gjitha i mund i jemi në për derse, unë tash të qoj këtë për qefin e dëkuj në familje, e në të bëjmë darsmën si gjahila, si fasika, si qufar. Qa ju në gjenë dhe qëpëtoje. Gjitha to derse më ka në hipi këtau, ka hynë zemër, e unë tash prazë jatë kofte poshë. Që ajo në djenje do të shpëtoje, inshallah. Kush bën një të bëj një gjunaf, dhe së ne bon atë, që? A bese së shkojnë dërës. Së ne bon atë, erdhe në dërës. Shif? Erdhe në dërës. Nuk të shkrujt sikur nuk erdhe. Nuk u bo bash shembuli, adekuat se tash e bone një seva. Ta marim një shembul, së ne bone. Ulemat ka në thënë poshë në komentim, tu kujtua frikan dhe Allahu Gjelle Gjelalu. Shkrujti, të pres. Hajde shte. Hece ndale. Hece ndale veturën, parkire në shpi. Ta shofe. Vesh kujtojt Allahu Gjelle Gjelalu. Për gjysore mund të shkatroj këtë jetën, familjen, ardhmërinë, ahiretin, këtë. As mund të sprovojmi me ato. Sa dhe din nga kjo dera, mund të thejre dhe kush ku e di unë. Tash unë e shofa që jeni këtu shumë mirë, ama për jashtë nuk u shof. A kitë ma të heshëm se qetëri, kitë ma frajera se qetëri. Vallahi, e në ashta u shof. E në atë aspekt u shof, apo si një vlla që shof, a jeni gati për të martu, adin, au mashallah, kitë jeni gati. Kitë i keni në kushtet ma të mira për t'i bo ato, nuk i bëjni pse, frikan dhe Allah. E themi që u sprovove, nuk e bone se t'u kujtu frikan dhe Allah, Gjelle Gjelaluhu. Këtë ma mirë dhe e din, ato që kajnë pas dhe një ves për dhe një gjunaf. Mos temi si gjunaf, ama qesi me kruh të ahrimen, cigare, të kujtohet atyrin Malboroja. E kom bot të uben, mos e prishi. Flas për ato që kanë bot të ube, jo mos u vasi. Ose, shkojsh në market, ajo bira aty me 0% alkohol. Ta kujton dikë qeter ajo, apo? Ta vje në thojza malin. E ne kërkojsh rrugdalje, kam duke do fetfaja, gjunafesh ajo. Se të çon ai njeti që dush pak atë nostalgjita përjetojsh. Mo të ndodhe si ai hoxha që ka shku në haç, në umre, ku ka shku. Edhe a gjesh shit kanë shku me 0%. E ne i kanë servu. Hoxha Efendia e ka marë. Hajde glëng, bismillah. Njëci ajo e jona. Tamam. Mund të të ndodhen e kjo. Ajo e jona skopsko. E shkupit.
nuk e veprojsh se të kujtohet Allahu xhelle xhelaluhu, nuk të shkruhet gjunaf. Nuk të shkruhet gjunaf. Bile ka do hadithe që kalon në të erbainin e vevija. Te imam Muslimi kalon kjo, për kundrazi të shkruan Allahu Teala sevap. Se me ndal veten nga një mëkat, hatri Allahu xhelle xhelaluhu, kjo mund të jetë në hatri njëri tjetrit. Mund në atë moment nuk të kujtohet Allah, po thush, kush e di be kalon hoxha për këta? Ha? Mund të më shofe hoxha, mund të më shofe ki vlej musliman, mund të më shofe haxhia. E në këto hynë në kategorin me ufrik për hir të Allahu xhelle xhelalu. Hoxhës temi kanë thënë, hoxha efendi, kur jetin medrese jemi shumë më të qetë, më të urtë, sa dalish, na ze pak një gaflet. E njëjtën e neve në ndodhte. Drejt çorapet i bëshim si top. Hoxho, te i buri madhë, unë buri madhë, gjithë bëjmë. Pejnë ora 3, si kaleshin dritat, deri në 10:30 të natës, mësim. E po, një orë kishim pauzë ndërmjet akshamit e në jatësis. A neve tanë ditën merremi për 2 lek, veç ndërmjet akshamit e një jatësis, e në atë njavët një herë mësojmë dinin e Allah që aty pak formalisht, shkurtimisht. Atë vakët e kishim, më në dilë për para. Ama duhet një pyetje për fe. I që thash, 1 orë unë e kam të lira. Për qatë unë e mund t'i kuptoj shumë mirë me dresantët a gje. Ato e kajnë halat, të lujnë, të knaqen, t'i qesin perdet, t'a futin njënin midis, e në t'a fugin tavan këshu. Veç kujdes më pjaset fort, se kur bijet e posh, mund t'a livanoset e në ma për të vejt doktorit t'ja shpëtoje jetën. E më shkojni qatë brutal, luni pak ma qetë, loçkat e hoxhës, ama ju e meritojni. E di atë ndjenjë. Pika ardhëm këtu, të shkruhet sevap. Si të shkruhet sevap? Kjo nështë nuk të shkruhet sevap, se mbajt e njerin. Ama, më thonë, frika ndaj Allahut, si e lidha be këto? Edhe prej njerëzve mund të të vejmë bare. Qatë që i kanë thënë hoxhës, e në neve në ndodhë. Sa dilte hoxha, një orë pak të lujmë, se ma pa dëvije para hoxhës, do në ngjoj, bum, vrapojmë, burat më dhej, barja e madhe është. E ka thënë hoxha jemi dashur, edhe ajo që u vejnë bare nga hoxha, është pe Allahu që të vejnë bare. Tamam? Pse? Pse e dush hoxhan? Për Allah e du hoxhan. Pse nuk du të korritem para hoxhës, që më i dal nga zemra, më i hupi ma pak këto qitape. Aha, edhe ajo hynë kategorin për Allahum xhelle xhelaluhu. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, mas këtyne myshteve, erdha prap të Hazreti Musa, dhe i tregova për që këtë që ma dha Allahu. 5 vakët namazin edhe që këtë me njetin me e bo një sevap apo mos me e bo një gjunaf. Edhe me e bo gjunafin një të shkruun se e këceva. Nuk të kujtu Allahu, pa e ki në atë moment dashnia ndaj Allahut, gabove, një të shkruun. Nuk të shkruun 10. Tha Hazreti Musa, ktheu prap të Zoti lutu të ta paksu edhe këtë. 5 vakët e në këtë të ta zdroje. Kush dul haklin këtë rast? Kush dul haklin këtë rast? Se dul haklin i pejgamber nuk na futen në xhennet. Na dul hakli ky pejgamberi dashur se i ngjajm tradhtarëve të ummetit të tij. I ngjajm atyne që ja kanë prish fen Hazreti Musas. Ato e lanë masdore, kujdese në ato tuj dhe e lanë masdore. Do të thot fen islame e ruajsh në dorë nëse falish 5 vakët namaz. Islamin, imanin e ruajsh derisa e falish namazin. Namazin e laje, shkoj dini imanin. Dhe të në qashtu komentojnë edhe hadithet, men të reke salatet e katë kefer. Yani nuk kalan asë një barierë. Një hap dhe e bëjmë atutje qufri. Kufër, nuk thamë se u bo qafir. Shif, hala nuk ka hyte kufri. Ama gjdo hap në jetë mund të ashtije në kufër. Pse? I hoqe kita ato barierat. Kufri dhenë, te nuk i asë një mbrojtje, një lëvizje dhe bëq, kufër. Allahu në bëf nasib gjithve 5 vakët namazin. Amin. E në nëse jo mbohun e sebeb, të lutenin bas do namazi për mu, për familjen e në për, atë voglin bëhet hajrli e vlat, bëhet 5 vakët lijen e të bëhet për hoxalarve të mëdhej. Hatër Allahit këtë valipi, për të mirën e gjithë ummetit, apo, na bëhet një fëmijë hajrit e në i ketë juve, amin, u thot ma pa një me lajqe, si pas asaj, do me thënë mund të asaj. Këtu tash ulemat parashtrojnë do pyetje, ha? Duhet ne tym pak ma thellë, se nuk u shoh klasa e parë. Parashtrojnë do pyetje, si mundet? Këtë si mundet nuk e parashtrojnë për me e kundërshtu, po për me na e qelë pak neve, inteligjencën me na e hip. Si mundet, 2 pejgamber
të kërkojnë ta paksoj Allahu Teala një fars. O Allahu don të ta bëj 50 vakët, pejgamberët ndërhyn, pekën kjo. E kanë ditë ato dy pejgamber se nuk është 100% e vendosur atë jetë 50. Dhe kanë ditë se kjo mund të bëhet neskh, mund të abrogohet. Prandaj e kanë pas atë liritë e Zotit Xhelle Xhelalu, ja Rabi, a ka mundësi ta ulish edhe pak. Tam kësa i thuj neskh, bile është prej argumenteve që bëhet neskh qablel vukuri. Para se me ndodh hiç, as një dakik ummeti jon nuk e ka pas fars 50 vakët namazin. Ka qenë njëherë urdhri i Zotit, Allahu më njëherë ndron atë urdhër e bën 5 vakët. Një lloj si kush, ulemat thonë, shif me shembull sa bukur dhe kuptim, si rasti i Hazreti Ibrahimit. Allahu Teala në ëndër e urdhëroi ta therrë djalin e tij, hala pa ndodh therrja, do të thonë nuk e mbyti djalin e vet, e ndroi Allahu Teala urdhrin, kësaj thyn neskh, Zoti po çka të doj. Yef'alu Allah ma yasha. Tamam, çka don e lën thabit, çka don mahf e bon, do të thonë e zhduk pe urdhrave të vet. Allahu është ky. Çka të ai që e mohon mirajin, ai që parës në fillim dersi që e nisa tem, ato me këtë kanë problem. Si mundet një herë ashtu, një herë kështu. Lexoje Kur'anin dhe e shofish. Çështjen e trashëgimis lexoje dhe e shohish. Çështjen se sa duhet presen një grua që i vdes burri, do e shofish. I njëjti Zot në Kur'an, një herë thot kështu, ma pa thot kështu. Se nuk zdripin dakikën e njëjtë, download nuk u bë Kur'ani. 23 vjet ishin dhe ngjarje pas ngjarjeje, ngjarje pas ngjarjeje, njerë mund të Allahu Teala kështu të na urdhëroj, pastaj ta ndrojmë pas disa kohëve, ta bëje kështu urdhrin e tij. Kësaj i thyn neskh, nasikhi dhe mensuhi ekzistojnë, ehli sunneti e pranojmë, din iman e kemi këtë ta pranojmë. Inshallah e fitum edhe një dije të dobishme. Shif njëci Ibrahimi a.s. Edhe pse u nis, Allahu nuk ja boni nasip, shif pa ndodh ajo therje, u bën neskh e prua dashin. Në atë moment më u bë farz me e therë dashin, jo gjalin e tij. Po prebe të therjen e s'mund më. Ajo që është bë mensuh i thujnë, ajo e pari, ama nuk veprohet me atë. Po kalon në Kur'an, o ti. Do thonë një gruas që i vdes burit, prese 1 vjet në shtëpi, kalon në Kur'an, sa presin gratë tona, hiç nuk presin. A keni ngju dënjerë të presë edhe njëne? Mahmud Efendia, hoxha im ka thënë, vetmet në Turqi jeni, ju talebet e mia. Vetëm ju e bëjni këtë farz. S'ka mbet më në Turqi, as një grua ta bëje këtë. Nëse në Turqi s'ka mbet Maqedoni, hiç më ish nuk ka mbet. Vdiq buri, sa duhet prese gruaja? Te ne mendojnë se veç shamoj duhet vine, shamoj të zes. Nuk, 4 muaj e 10 dit, gjali djaso se punët deri në pazar. Nepi djaso se punët deri në pazar. Tamam, asaj ka vdek buri. Ajo duhet rije, qetësohet, njerë me realitetin duhet ballafaqohet. Po hoxhul xhikali dhe ajo grua e fort del në punë të nesër me të bujrun, ne dale. Ne dale. Nëse para 2 ditë i ka vdek buri dhe kjo ala mund dalet punoje, tamam. Taj nëse e pranojsh këtë, bujrun. Nëse ta bon halal ndërgjegja jote, bujrun. Zoti ka dhënë një urdhër, ti e shkenish atë urdhër. Kërkojsh pse ama, amosi, amo kshu. Ato amat përfundojnë kitë në xhenem, ta dini. Përfundojnë kitë në xhenem. E çajo ka qenë njerë tanë vitin me prit, ma po prapi njëti Zot Xhelle Xhelalu, në Kuranin e njëjtë ta bën 4 muaj e 10 ditë. Tasha mund të thosë dikush, jo 4 muaj dhe prap duhet 1 vjet me prit, jo. Jo. Nëse do njerë kthejmë tema mbas temave, po ta kuptojmë detaje që ta apin. Beloçka, faleminderit shumë gjyreni urt. Gjem më të mirë se ju s'paska. Unë së në rajurt, unë foli këto rejnë. Po, gjema, hiç mos e asojni. Ta si nuk jam me vazife, Allah ju shpërbleft, ju kanë muslimanat fort, burat më dhe. O shumë sabër, doj ka vetë presish në gjysh hutbe gjuma, se do i sarran të vejnë. Ma para me vazife në saft parë, zëtën u të shtire ma shu si hoxhe efendi. Kure kje ti dersin, hala ma mirë, kalon shpejt vakti, se ti flasish, si publik kur rish aty. O nuk kalon vakti. 200 herë ndërmen shkon të qeli telefonin, në gjithë të qulloj sahatin. Pa në gjuma hutbe është. Ama, hoxha nga qitapi e gjefet fanë. Nuk do të japë mend se mo qele do uthë këqia, po Imam Ebu Jusufi,
talebja i Ebu Hanifes. Me qëllim nuk është afru shumë para. Gjuman kur ka dalë ta fale. Ka ndejtë mbas a gjë. Ama tash mo sa dush, ka mbas mikrofonat, duhet falisht e varezat, apo. Bile na gjë dhe gjohet dhe një gjami qeter. Se tash me mikrofona mbajnë hutbet. Ma para mendoj pa mikrofon. Hoxha, bërtet që bërtet, ki ka shkua gjem bas se ki atë hoq e qet pi gjepi. Ebu Hanife, talebja e ti Ebu Jusufi. E tash, hoxhalarët ka dhënë respekt madh që vind, njetin e kanë qatë bëhet një ambienti, kanë qënë vallaj, këtë nuk e thonë për të shtirë, nuk kanë nevoj të njojnë dersi. Ebu Jusufi ka shku me një qosh, ka marrë qitapin. Do me thanë, nëse nuk njojët hutbeja, nuk quhet me u marrë me dhe një punë lagëv, bosh, ama dhe ajo punë le tjetë punë e khairit, apo? E nuk quhet se të prishet hutbja e gjumat që i themi neve, prishen se vamet, me u marrë me dhe një punë qeter. E tash kjo vlen mo vesh për ne hoxhalarët. Këtë mu qudit një mbas disa jave, duhet të përgatis dersin e shifas, apo? Po hoxha bash të i gjeta. Mikrofonit pak zanin, hoxha. Në fund xhamis a gje dërkun ka udha, mund të lexoj qitapin, e ne nuk më quhet gjynaf. A kom argument për këtë? Kom. Ama për juve jo, ju dëshkojni dhe ngjojni. Edhin mos e nënçmojni dersin e asnjë hoxhës. Mos e nënçmojni hutben e asnjë hoxhës, tamam. Tash ne këtë e shofune. E ne të ne hoxhallarët e shofim, a dhe folim të realt. Kur i dim mo do gjoja, hoxha mund di shumë ma shumë se ne. Ama i flet për një xhamat, apo? Xhamat fillestar. Ne e sa bajat na ven. Si i di këto. I di këto. Juve mos ju kapin këto ndjenja. Nuk i dihet, një fjalë e thot Hoxha Efendia, tak ta ndron këtë. Në atë moment ta jep një fuqi Allahu, e lash një gjynaf, bësh një teube. Tamam, hutbet t'i ngjojm, derset t'i ngjojm, u bë pak se një kontradikt. Ama atë luks lenja një hoxhallarëve, apo? Lenja një hoxhallarëve. Neve do miremi me qitap. Molla Ali El-Qari thot, Allahu Teala në dukje i uli namazet, apo? Nga 50 i boni 5. Sasin e uli, cilësin e hypi. Ti qunë si me i falë 50. Dhe hikmeti që bash në Mi'raj u bë farz namazi, është që ai namaz tjetë Mi'raj i çdo besimtari. Do me thane, a dush, shpirtnisht ti hypish ato deregje, dhe koncentrohesh në namaz, ama i namazi është më pjesa e fundit, përfundimtare, finalja është ajo. Duhet abdesin me marë mirë, akiden me bon regull, terbijen me regullu, derse me ngju. Një Hoxha Efendi të ki është njët këshu 24 orë. 24 orë me një hoxh të rish. Këtë vakët o gjeme nëse ulemat kanë thënë para 1000 vjeti, pa qëtër e kje të asgjedhish një hoxh, ditë e natë me atë të rish, të këshilohesh nga i, po sot be gjeme, po duhet bashkë thrim shpi. Po, valla, me do, me ne kemi flejt, apo 3 veta, pa qëtë si konzerv u bonëm. Jo të shpia jem, se ajo, se kjesh kuptohet, ama kemi shku misafir, andej këndej, apo? E po, shef një ato si e jetojnë islamin, që dinin e të flejnë bashkë me një vend më me hoxën, e ne din t'i rujnë ato sekrete. Gjumë është kjo, apo? Allahu Teala gratë për qati, lavdron. Tamam. Ato që din t'i ruajnë sekretet e burrave. A i burr mund tjetë Hoxha Efendi, ta i shojsh gjendjet më të rahatosura të burrit. Ama duhet t'i ruajmë ato. Gjendje e shpis. Gjithash parës, el bejtu bejti, shpaja jem, 3 pika. Shif cilësin e shtoi. Nga bëjnë një halal pak u bon zefat, ene një 2 hadithe, ene dëna fladite, ajo mygjdje e pejgamberit a.s. që ku mu magfuran lekum në thot një me lajqe. Kur përfundon dersi, para se me bo hapin e fundit, qoni, shkojni në për shtëpia, që ju nuk dhe shkojni ashtë në shtëpi, ju dhe shkojni, jacin dhe e falni. E ne pa gjunafe dhe dilni, plus edhe ma për një ibadet dhe bëjni. Vend shumë të mirë jemi gjema, hiq rejni rahat. Haqileret atë 57 gradë Celsius bëjnë tavaf, ne që këtu bare, ma po. Se vapi i mezhlisit është një haq dhe një umre të pranuar. Një haq dhe një umre të pranuar. Umre e 1.500 euro, haqi 6.000 sa, 10.000 euro për afërsisht ashtë i kom shparit. Gjithush më shumë. Të lutem.
me sevape, jo që i ke bo, si 50 namaze, apo nuk i bëjmë, ama sevape ti fitim. Në të i haqin nuk e ke bo, haqi së në thirim, ama sevape ti ke marë. Vazhdojnë tash një hadith tjetër, disa i kam këcy në këtë ders tash do t'i kcej, për hir të kohës se janë shumë ngjashme me rastet e njëjta në Miraç. Tash një 2 hadithe tjera dhe me këtë do ta përfundojmë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam tash një hadith tjetër, rivajet tjetër, ngjarja e njëjtë, ani se shtohen hadithet apo ngjarjet janë të njëjta. Thot pejgamberi lemma javeztuhu kur unë dajta nga Hazreti Musa, do me thanë, e lash, hajde për të mirë, unë e shkoj tash ta bëj vazife. Beka, filloj të qaje Hazreti Musa. Ulemat kanë thanë, nga mërzia, që ato dakika me një njeri shumë të bukur i kalojsha, të esufive në kërë, keqardhje, pse be shkojsh, që ashtu jonë këto dakikat tona. Këtë e di, unë e të hoxha jem kur shkojmë vizit, që që ka dakikat, mo më duket edhe s'ka, nëse mo më thujnë, hoxha besim, të na falish, ama e dish, familjar të vetë, e në Erdogani me ardhë dyert janë mshelse, Hazreti Musa që ashtu ka qajt. Ai që e ndjen një dashni të tillë ndaj hoxhës së tij, i kupton këtë lot të Hazreti Musës. Ose ka qajt për popullin e tij që jazeku koft dhe mbrin këtë pejgamber të dashur dhe i bojnë dyshman, Benu Israilit. Për atë ka qajt. Çka do heke ky i dashur i pejgamber, që të kisha ardhur unë e baretisha ummeti ati, do heke pi pasardhësve të mi. Për çat ti edukojmë mirë fëmijët tonë. Haj gjali aj nepi. Ku e di stër nepi bëhet dyshman i madh i Allahut e një pejgamberit, ja Rabbi. Na ruaj dhurrijetin, ja Rabbi. Rabbena heb lana min dhurriyatina qurrata ayun. Amin. Allahumma salli ala sayyidina. Fenudje, ju thirr i erdhi një Hazreti Musës. Ma ju bëkike. Çka të bëni të qajsh? Pse qajsh? Tha Hazreti Musa, Rabbi, o Zotim, hadha gulamun, ky një gjali ri, ba'athtehu ba'di, e ne ke dërgu pas mua si pejgamber, edhe dë hyje para mua me ummetin e ti në gjennet, edhe dë jetë ma kalabalek se ummeti jem, ummeti e këti në gjennet. Do me thanë këtu, Hazreti Musa e shpreh gipta, jo gjelozi negative nesi i themi, po lakmi. E në mas mu erdh, e ne i pari dë hyje në gjennet. Ashtu është radha me pejgamberin al-Islam. I fundit vjen, edhe ummeti i tij jeton i fundit, që për mëshirë ma pak të rim në vorë. A më ne paramendojnë, kjo dynja ka ekzistuar në vaktin e Hazreti Musës. Ka njerëz në vorë pi vaktin e ati. Pritja është një pi azabeve, pritja është një pi në dëshkimeve më të mëdha. E në unë e kom atë pikë dove të presë. Ja. Sham, ama më qotë të presë. Hiq. 8:30 a i në marrë vesh. 8:30 më qo të asoj. Ka përjashtime, apo ka 2 lloje të amit, apo që bëhet khasin dhe që s'bëhet. Kjo për atyne që bëhet khas. Ka përjashtime. Mirë. Qaj thot se Benu Israilet dhe mendojnë se janë njerëzit më të ndershëm rruzullin toksor, a nuk dhe i besojnë fakt ati të vërtetit që djetë më i ndershëm. Hadithi tjetër e Ebu Hurera radiallahu anhu transmeton, dhe me këtë do e mbare. Mjafton, do bëhet njësa. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kad ra'aytuni fi jama'atin min al-anbiya. Kad ra'aytuni. E ne faili e ne me fuli erth me zamir muttasil. Pse bëhet kjo? Pse është efali kulupi thonë saj. Kemi do lafe gjusën në ndërmjet vit, vam qefim ju. Edhin se ju do lagje kanë do terminologjit vetat ti që ka shtips, ka teqja. Ma pa çuditën hoxha pi ka i din ato, po unë 18 vjetë e kom pat një shok të ngusht nga lagja teqe në Tetov. Për çat dënjoni teqes nëse është, le të ketë kujdes se kiti marrvesh. Ato fjalë që i përdorin nga gjuha rome, tamam? Kiti di. Çka do di e shqiptari që ato që s'duhet dijen, bashkë ato i di. Do me thanë, kad ra'aytuni, ra'a pëse është e fali kulub, mund vaje e në damiri merfu muttasıl, e në damiri mensub, mund vaje muttasıl. Ra'aytuni, të dhjatë janë që këtu. E kom pa veten. E pash veten në një xhamat të pejgamberve.
do me thënë, atë natën e Mirajit, e pa është thot vetëm pejgamberi a.s. Në një xhamat të pejgamberve, fe haneti salatu u afrua koha e namazit. Cili namaz tash? Më fanit e zgjata, dersin e zgjata, ama duve xhamat të vakallëzojshte, gjithme. Hajde, si te kuptojsh? E kam përkthyer unë këtë. E nuk kam hyrë në detaje shumë e shumë. Ama juve u kom pak më specifik. Hajde, cili namaz? Ka mendime. Imam Delgjia thot namazi sabahit. Se Miraji ka ndodhur vakët te xhudi, vakët yatsie, ka kalu një kohë, ma pas sabajnë e kanë falë bashkë. Se namazi sabahut, apo e në te xhudi, kanë qenë fars, e në para se të bojnë fars 5 vakët namazet, thot Imam Delgjia. Molla Lukari thot shumë gabi me kije. Tash 2 elefant u zunun. Te di shikush pilark. Mu hish ti ndajsh se të spletin. Të merë me atë hundën, bam, bën, shkatrosh, e hupish imanin. 2 ulema, kur bëjnë rreth dhe njëri qetrit, me shumë respekt, me shumë njetet pastre e bën këtë. Thot Delgjiu ka gabu, nuk është ashtu, se me njerë mbas kohës së yatsis ndodhi, do me thënë kohën e parë, a ne vedim se shumë shpejt një çik të vogël të natës ndodhi Miraji, nuk e ka mbrinjën sabah, a i vakët i Mirajit. Tamam? Po çfarë namazi ka qenë? Ishte një nafile për hir të asaj ngjarje shumë madhështore, këtë pejgamberët u mbledhën me nive, hajde ta falim një namaz. Allahu Teala u ka thënë, nuk e ne tash hajde u kënaqëm, ta pidafim një nafile namaz, për neve bëhet bidat, se pejgamberi nëse se ka fal. Ani për hir të asaj natës madhështore, që duket vlera e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam mbi pejgamberët tjerë, e kanë nxjerr edhe imam këtë të dashur, që fe emem të hum, dola une imam. Ose edhe një mendim tjetër, e sala në hakikatin lugavije, në lugat, vetëm dua, unë mblodhem edhe bonëm dua, për hir të asaj momenti, atë mund të bëjmë edhe neve. Në ndodhi një rast i bukur, themi që Musa u bo hafëz nesër, e ne bëjmë duan e hifzit, apo që qashtu edhe ndodh, apo. Për rastet mëdhaja është mirë me u bo dua. Mirë po thot Molla Lukari, nuk duhet me e qunë hakikati lugavije, kur mund të qësh kuptimin hakikati shërije. Se hakikati shërija ka më shumë përparësi se hakikati lugavije. Salat, dua, a që thot në Kuran, s'ka namaz, ka dua. I njëtin Turqi ishte vdiq. Një me laj që tha, ja Muhammed, hadha Malik, kjo është Maliku. A kemi në mesin ton Malik? Nuk. Ky është Maliku, khazinu nar, rojtari i xhenemit, fesellim alehi, jepi selam atij. Than kanë kalu, ma ku kanë kalu Allahu e din. Dhe aty është duk me lajqa e xhenemit, rojtari i xhenemit, Maliku. Jepi selam atij. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, shif sa ngjarje të vërteta, nuk mund t'i trillojë një njeri këto estagfirullah. Që sa u ktheva t'i jap selam, ai pari më dha selam. E gjithash. Sherh, për çfarë do lexojmë sherh? Juve u kam vlezër apo? Çka ndodhi tash me këtë selam? Çka ishte mesazhi këtu? Pse na e tregoi kët pejgamberi alayhis salatu wassalam? Se ashtu është syneti. Ai që është i ulur, do prese, ai që është në kam tu kalu pe aty, di jape selam atij. Për çfarë kjo me lajqe i tha jepi taj selam atij. Sa i rin tash pret. Ti jetu kalu, Mirajin tu e bo, jepi selam, edhe neve tash, themi se një grup që aty është i ullur, dhe ne kalujmë para xhamis aty. Ani se ti, hoxhe, fendi, ti shumë i madhë, shalin që kash. Ai që është i ullur dhe prese, taj di thush, esselamu alejkum. Ai dhe those, alejkum selam. Ma pa, nëse do në dëngret, mirë është, edep është, dhe njerëzve me pozit më të nalt, të të shohesht, përqafohesht, si e, ai e mirë t'japish dorën ta. Ama kush dhe jape selam? Ai që. Themi se erdi tash dhe kushi. Nese, paramendojmë se ka përfundu dersi, apo? Tu qenë ders selam nuk ipet. Erdi edhe tash në kitë dhe qullëm shtremë. Hajtë ta shojmë ada pe selam, apo? Në gjinafi dhe frege, gjybojnë, apo? Dhe presim, ajde those, selamu aleikum, e në kitë bashkë si stadion. Ve aleikum, ashtu? Qka thoshte të Riyadu Salihin i kaloj? Kryesori ati vendit, plaku i shtëpis, pejgamberi ati mezhlisit, apo hoxha i ati mezhlisit, në emën të gjithë qerve dhe those, aleikum selam.
Nuk ta fregish njerin apo. Pargjen do shta bo musliman. Salamun aleikum, me gjese e thot 60 bura. Aleikum selam jalishim. Hikan njeri apo. Po pse nuk e la me lajqa pejgamberi i pari të qoje selam, po aje tha selamun alejkumin i pari. E në piktu del një mësim. Edhe piktu del një mësim. Edep terbije. Edhe pse ai ishte po në kam, ama ai është njeriu kryesori këtë ummetit, nëse duhet të çojmë në kam, dhe prishi atë rend i ulur ai që kalon, do bien barabart, unë di thom esselamu alejkum atij. Edep para njeriut më të vlefshëm një. Edep, kjo vlen edhe për mu. Unë sa du t'jemi ullur, po e pash hoxhën tem t'u kalu. E në të vazhdoj 3 ullët. Së ne imagjinoj qatë. Së ne imagjinoj qatë. Të ka ndodhë një rast me Fati Sultan Mehmedin, e ne me hoxhën e ti. E ne ka pyet një pasha. Tamam, fondi hoxhë, taj sultan një. Unë kam bet nga fëmiria. Kam bet nga fëmiria, së ne kontrolloj ma veten. A e shoh hoxhën tem, a bëm pallat mbretëror aty. Ndoshta djape dhe një sok dhe qerasa, me hezbe hoxhët e kam. Kur e shef hoxhën, në kam gret. Aty kryesori është khalifi, sultani, hoxhën e ti e shef, refleks, në kam gret. Se i ka hy ma, në gjaka jo, në zemër i ka hy a i respekt. Mirë. E pastaj thot, u takun prap me pejgamberët, këtë bënën ka një dua. A kemi sabër të lexojmë duat e atyne? Besoj se kemi sabër. A ka bateri kamera? Janë bledh këtë pejgamberët. Çka do kishin bë? Namaz do kishin fal, mas namazit ndoshta janë lut, ose komplet ati namazit i kanë thënë lutje, dua, tamam. E tash ti shohim dua që i kanë bë pejgamberët aty. Pejgamberët kanë bë dua xhamat. Në piktu çka do mësojmë? E ne hoxhallarët kur do shkojmë në një mezhlis, edhe të përdorim do fjalë të bukura gjatë duas, gjatë lutjeve. Ta shofim tash, molla i lukari na tregon. Ibrahimi alayhis salatu wassalam e filloi duan i pari, se ishte baba i gjithë pejgamberve. Dhe tha, elhamdulillahi alladhi, hamdi takon Allahut, i cili ittakhadhani khalila, më mori mua për dost. Wa atani mulka, dhe më dha mua një mulk, një pasuri, adhima shumë të madh. Wa ja'alani ummatan qanita, dhe mbani mua tek një person, mbar një ummet, i vetë një musliman ruzën toksor ishte ai. Qaniten që i nështrueshte Allahu xhelle xhelalu. Tek vetë një musliman. Sot çdo namaz i çojmë selam e në salavat Hazreti Ibrahimit. E boni sabër kur ishte vetë apo. Wa anqadhani min an-nar. Yu'tammu bi. Njerëzit do lidhen pas mua. Edhe pse kanë deviju fe tjera, prap rënjën e kanë të Hazreti Ibrahimi. Ai është baba i gjithë pejgamberve. Wa anqadhani min an-nar wa ja'alaha bardan wa salama. Më shpëtoi nga zjarri i xhenemit dhe atë zjarr e bëni të freskët dhe shpëtim për mua. Hazreti Musa alayhi salatu wasalam tha: "Elhamdulillahi alladhi kallamani taklima." Hamdi takon Allahu që më foli mua me të folurën e tij, pa fillim, pa fund, pa harfe, pa sebepe, pa alete, tamam. I besojmë, amena ve saddiqna. Wastafani, më ka zgjedhur mua si pejgamber, wa anzala alayya at-taurata wa ja'ala ihlaka fir'auna wa najata bani Israil ala yadayya wa ja'ala min ummati qauman yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dhe ma lëshoi mua Teuratin, shkatrimin e faraonit atij zullumqari e bani me duart e mia dhe shpëtimin e Benu Israilit e bani në duart e mia. Ummetin tim e bani njerëz që do udhëzohen me hak dhe do jenë të drejtë. Ebu Daudi, refleks në kam bet. Hazreti Daudi alayhi salatu wasalam tha: "Elhamdulillahi alladhi ja'ala li mulkan 'azima." Hamdi takon Allahut që më dha mua një mbretëri adhima shumë të madhe. Wa 'allamani zabura wa elani li al-hadida. Ma mësoi mua kitabin tim Zeburin dhe ma zbuti mua hekurin, ka punu me hekur Hazreti Daudi. Wa sakhkhara lil jibala yusabbihna ma'iya wat-tayr. Ma la mua në shërbim malin dhe çka do që kishte mali brenda, pyje, drunjt, bimët send, bëjshin tesbih dhikër me mua, bashk edhe me zoqtë. Wa atani l-hikmete wa fasle l-khitab. Ma dha mua urtësin. Hazreti Daudi ka qenë njeri shumë i urt, shumë me hikmete, wa fasle l-khitab dhe oratorit të bukur ka pas. Kur ka fol, ka fol aq rrjedhshëm sa as kujt nuk i ka ndodhur që kjo.
Neve pse na ndodh? Nuk e kemi këtë faslul khitab. A këtë në kulminacion e ka pas pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam. Sa që sahabët tregojnë, një ditë e fali sabahin pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam dhe filloi ders ta mbaj. Na mbajti ders deri namaz drekës. E falëm drekën, na mbajti ders deri në qindin. E falëm i qindin deri në akşam, e falëm akşamin deri në yatsi. S'ka fund ai bereqet, ai lezet. Ama edhe në botën shpirtënore, po edhe në botën e dukshme, apo, faslul khitab ka pas. Fjalët e ndara, tak, 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 qartë ka fol, ambël ka fol, e ma pa tanë ditën e kënë dëgju, e dëgjësh. A ta lavdroj pak vitin? A i ta lavdroj. Mu më kanë thënë, hoxho, gjithë ditë tajti në gjujtë derset. Mas te për mi, gjyshet. S'ken që ka të bëjnë? Lisho ma qatë hoxhën, me shalë të barë, elhamdulillah, jarë. Elhamdulillah. Pse më i gjyqë? Ma kujton hoxhën e katandit. Elhamdulillah. Ma kujton gjyshin që e kam pas hoxhë. Elhamdulillah. E në mes kanë synnet, e në mes pas dhe një hukëm në sheriat, ja kujtojsh një alim të madh që e ka rujt islamin këto të roje. Vlerë matë madhe. Ku? Qka pres ishti? Hoxho, gjithë ditë gjyshe e me ty të një. E ne ishim tash, selam, Allah i dhash shëndet, i dhash imër, afer 100 vjet i kishte. Ngruja e vetme që pasi e kuptova islamin, ja kam dhanë dorën. Një ishte një Macedone, 97 vjet i kishte, gjunafja dhe Alzheimer ishte, kako si kom që jam as gjati dorën, e bana një hesab, kur ka lind kjo, kur e ka ditlinjen, tamam, sash 97 i ka për afërsish, pi rudhave të ftyrës, ma ja prishje. Kujt di kalzojsh të i mapa. Nuk ishte edhe në veti, ja dhash. Muslimane e vetme, që ja kam dhanë dorën pasi jo mbo, Hoxha Efendi, ose pasi themi, ishte ajo. Afër 100 vjet, aty në ujipet dora. Tamam, aty në ujipet. Se janë Sheikh Fani, ose nuk du ta përmendi këtë, pa agjuze i thunë, tamam. Te ne përdore si shprehje keqe kjo. Edhe bëjmë tash muhabet, Zvicër, që ta përmendi, te familja e Taxhedinit, gjyshja e Taxhedinit. Allah i na shpi dërgof bereqete, Allah i na shpi qit ato fmit, selamet, khairli evlat i boft. Allah i vazhtof këtë merat në shtëpi. Shumë rahat jom ditë që isha tash në Zvicër. Edhe tash bëjmë muhabet. Njoni pi aty të prezent që ishin parashtroj pyetje, hoxha, je i martuar? Pse u kjo? Si no? Pi Turkije e ka. Gjalin Muhammed ja kujnë. Afër 100 vjet. Çfar? Mashallah, çfar trauni ka, çfar mendje, top, mashallah. Allah i rujt, Allah i saklaj këdhasht, e në këtë shpinë, familjen e atyre, Allah Ta'ala i rujt, edhe juve, amin. Ama nuk do të thotë se kemi këtë faslul khitab, apo. Ba kujtëm një hoqë, të vjetër, elhamdulillah. Këtë për disa njerëzve kam dëgju. Te kush ishim të Hazreti Davudi e boni këtë lutje, edhe disa pejgamber janë, edhe dhe mbarëm dersi. Më falni pak e zgjata. Sulejmani alayhi salatu wassalam u lut, tha elhamdulillahi alladhi sakhara li ar-riyaha. Hamdi takon Allahu që më dha në dispozicion ernat. I ka kontrollu ernat Hazreti Sulejmani. Wa sakhara li ash-shayatin, më dha në funksion ti përdori unë si dua edhe i xhinet. Për çat jahudit i thujnë magjistar Hazreti Sulejmanit, nuk e duan atë. Neve e duam, nëse duhet edhe e rrujmat, një si pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam. Ja me lune li që bojnë hizmeqartë e mi, ma shitu. Mirë. Allemini mantiqat tajr, a i zot që ma mësoj mua dhe gjuhën e zogjve, ka fol me zogjt Hazreti Sulejmani, dhe më dha mua një mbretëri që nuk i ka hi askujt pas mua. Dhe më dha një mbretëri jashtë madhe, pasuri jashtë madhe që nuk dhe jap llogari për këtë, s'ka përgjegjësi për atë pasuri. Hazreti Isa a.s. e mori fjallën. Hamdi takon Allahu që më ka bë mua kelimja e ati. Do me thanë, me një fjallë më ka kryuar mua. Hiq pa pas, baba, një si Hazreti Ademi. Tha, kun, feje kun. Ma mësoj mua qitapin dhe hikmetin dhe teuratin dhe inxilin. Më ka bë mua që me duart e mia të ndërtoj, e khluku, me kryu të ndërtoj, do themi në veshqip, një trup si zogu dhe të fryja e ty, edhe ajo mapa me lejnë e Zotit
të bëhet e gjallë. Pastaj më mundsoj që ti shëroj të smurit me lejen e tij dhe ti ngjalli të vdekurit me lejen e tij. Më ka ngretur mua në një pozitë të lartë, pranë derexhen katin e dytë të qiellit sot e kësaj dite, më ka bërë të pastër dhe më ka ruajtur edhe mua, edhe nënën time nga xhehenem, nga shejtani i mallkuar. Dhe pastaj e merr fjalën pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam dhe mbaron atë mezhlis me këtë dua, edhe ne themi se jemi pjesëmarrës të atij mezhlisi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kështu tha: "Kullukum yathna ala rabbih." Këtë lavdruat Allahun, bot dua. Ja tash edhe unë e marr fjalën. Elhamdulillahi alladhi arsalani rahmatan lil alamin. Hamdi takon Allahut që më ka dërguar mua si mëshirë për këtë botnat. Wa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira. Dhe për mbar njerëzimin kam qenë pejgamber, më ka dërguar si pejgamber. Beshiran, ai që të japë myshdë për muslimanët, për ata që bëjnë vepra të mira, nedhiran, qortues për ata që do bëjnë vepra të këqija. Ka qortuar dënjer pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po, ka thënë, ku është ky? Pse nuk vjen derse? Pse nuk vjen mezhlis? Tafaqade ashabehu. Ha? Pse sert ky? Pse u vonu ky? E ka ndërprer dersin, e në menjer e thot atë hadith që është shumë i famshëm, hadithi që i përmend 3 njerëz. Ai që erdhi në safin e parë është si me përqafu Allahun edhe Allahu atë e përqafoi. Ai që ulet agjemançosh pe mbarres është sikur i vjen bare pi Allahut, atëherë në thojze edhe Allahut sikur i vjen bare pi atij. Edhe ai treti që kaloi edhe nuk hyni hiç, shkojnë kafe në det, abe këtë javë nuk shkojnë gjoj ders, është si me a kthy fytyrën, abe gjim intereson mu Allahu, edhe Allahu ashtu e trajton atë njeri. Ders. Që ka qortu dhe njerë. Uenzele aleje el furqane fihi tibyanu kulli shay. Dhe më ka zbrit mua Kur'ani Kerimin, që një emër qetër është edhe el furqan, ajo që e dallon të kotën nga haku. Aty është sqarimi i çdo gjëje. Çdo gjë ka, për çdo gjë ka sqarim në Kur'an. Për me aniçarët a ka si ta ndreqet diznën e veturës? Po, kalon në ajo. Hape Kur'anin, ajeti nuk e di me numër, ama që tash dhe të thëmë për menç, fes'elu ehle dhikri, in kuntum la ta'lemun. Pyetni ato që din, nëse ju nuk dini ta rregullojni diznën e veturës, se nëse di gjuhët dizna. Ama jo më qenë ka prish. Tamam? Hajde themi që klimën, motorin, diktun glavat, ato mojë mësum pizorti, tu në upresh, a nuk dish, thire mjeshtrin telefon, e ke zbatu ajetin kuranor. Tamam. Ose, nuk është në Kur'an. Në Kur'an thot, shkote pejgamberi alayhi salatu wasalam te sunneti. Nuk është as në sunnet. Kur'an thot, mos u bëjni pi atyne që pasi e kuptun të vërtetën, bënën fitne dhe undan nga Allahu dhe pejgamberi dhe morën një rrugë tjetër nga rruga e besimtarve, ixhmaja e besimtarve, që Allahu të ka thënë, gjeke ixhman, këtë ulemat, çka kanë thënë, që ajo është e vërtet. Do me thënë, shkojsh ta vizitojsh varrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nëse besojsh diçka kundër kësaj, ke dal nga ixhmaja. Varrit pejgamberit alayhi salam ti besojsh se është gjynaf, shkojsh të udhëtojsh andej, e në tapish fetva, mo mi shkurtojni namazet se shkojni të bëjni një gjynaf. Apo e katërta, qiyasi. Vetë mo jeni Ebu Hanife, nuk është as në Kur'an, as sunnet, po tu bazon ato argumente qera të detajizuara, marish një ijtihad e bëjsh, edhe ajo kalon në Kur'an. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulil albab si kanë. Ebsar. Nxjerrni itibar, nxjerrni ibret, nuk itibar. Nxjerrni ibret, nxjerrni mësim o ju njerëz të mençur. Dhe neve e kuptojmë se nuk e ngjoj babin e vet. Përfundoi keq, neve çe këto mësime i nxjerrim. Nuk e ngjoj hoxhën, hinin kredit në kamat, shef mapa i shkoj kit biznesi. Çe këto mësime i nxjerrim. Ebu Hanifja meshep. Meshep nga Kurani. Mësim ka nxjerr, e ka gjetë mutlakin, e ka gjetë muqayyedin, e ka gjetë amin, e ka gjetë khasin, e ka gjetë që të ka gjetë mushterekin, mapa të katërtën, mu evelin e ka gjetë. Mu bën kopje. Pse e çollish? Kjo është për këto. Neve të nxjerrim mësim, nuk e ngjoj hoxhën, përfundoi keq. Varësisht sipas nivelit. Të ketë këto kalojnë në Kur'an dhe e bani ummetin tim më të hajrit nga gjithë ummetet. Dhe ummetin tim e ka bë vesatan, mesatar. As nuk dhe teprojnë, e as nuk dhe e lëshojnë komplet mas
shpinë. Dhe i ka ba popujt e mi, do me thënë, ummetin tem, i ka ba të parit që të hynë në xhennet dhe të fundit që të vinë në këtë dynja. Ma ka hap mua gjoksin dhe ma ka larguar mua të bar, e lem në shrah leke sadrak, u wada'na anke wizrak, wa rafa'na leke dhikrak. Wa rafa' li dhikri, dhe famën ma ka bë shumë të lartë, në çdo ezan atë e përmendim. Dush të bëhesh musliman, atë e përmendish sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alani fatiha wa khatima. Dhe më ka bë mua fatih, çlirues, hapës i këtë bereqeteve, këtë punëve të hajrit, hapen nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Wa khatima, dhe më ka bë mua vule këtë punëve të mira, vula e pejgamberisë. Me atë fillojnë këtë punë të mira, me atë mbarojnë. Prandaj ulemat na kanë mësuar kështu. Kur do fillosh ti lutesh Zotit xhella xhelalu, do thosh elhamdulillahi rabbil alamin, ose doni hamd tjetër. Ma pas salavat pejgamberit, e në fund kur dhe sosish prap dhe lavdërosh Allahun dhe elhamdulillahi rabbil alamin, e ne di dërgosh salavat pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me vite të tëra në xhami shkojshim, ve elhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha, që do thujmë tash për 5 sekonda do thujmë kë. Thushin hoxhallarët el Fatiha, ki xhamati Allahumma salli ala. Nuk e din Fatihan, salavat lexojnë. Fëmijë ishim apo. S'unë kuptojsha. Hoxha thot el Fatiha, ki xhamati Allahumma salli ala sayyidina. Do me thanë, para se me mbaru me çlisin, e ne dhe lavdrosh Allahun, ma pa salavat, e ne kur dhe përfundesh salavat, ma pa Fatihan. Për qatë do me çlis e thuat, velhamli rabbil alamin, el Fatiha me as salavat. Tamam. مع السلامات. هايدي تشاطبين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد.